Mirë se erdhët edhe një epizod të radhës në Kosova Job Podcast, ku siç e dini në qendër të zhvillimit të bisedave tona janë njerëzit, kompanitë, se si ato ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe për të arritur një mirëqenie sa më të mirë të punonjësve. Gjithë e dim kompaninë Neptun, e cila na lehtëson jetën me pajisjet moderne teknologjike në shumë aspekte, po sot këtu e kam njeriun i cili mundohet t'u lehtësoj jetën gjithë atyre që na shërbejnë në Neptun. Valjan Osmani, drejtues i burimeve njerëzore në Neptun Kosova, mirë se erdhe në podcastin tonë. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi kur kemi kështu edhe mes të Kosova Job, edhe bisedojmë pak më gjërësisht edhe më thellë për këto tema që lidhen me ngjarjen dhe ju jeni një prej njerëzve kompetent, pasi që keni një eksperiencë mjaft gjatë mbi një dekadë temi jo vetëm në Neptun, por edhe në kompani të tjera. Am tregon fillimisht ç'është është ngjarje për ty sot pas gjithë këtyre viteve. Po, për neve është një funksion i cili është pjesë tashmë strategjike e kompanisë, edhe investohet shumë në njerëz, në zhvillimin e tyre. Puna jonë është e përditshme me njerëzit, kështu që kjo na krijon një kënaqësi të madhe gjatë ditës edhe nuk na lën një rutinë. Normalisht edhe kjo i ka problematikat e veta, të cilat gjithmonë i dim tani. Ballafaqohemi me sfida të ndryshme gjatë punës, po gjithsesi krahasim me kohën e mëhershme se HR-i ka qenë tradicional. Aty mrapa në zyrën e HR-it ka qenë një njeri që merr njerëz në punë dhe krijon kontrata dhe aq përfundon puna e HR-it. Shihemi një herë në vet. Po, sot është një transformim total. Do të thotë fokusi i HR-it tash është më shumë te pjesa e analizave, strategjive etj. Po është një funksion i mirë, është një punë që unë e du shumë, kështu që e punoj shumë me dëshirë të madhe. E bërëm një bisedë paraprakisht dhe më tregu që keni studiu menaxhiment, po kur keni vendosur me studiu këtë fushë, a keni menduar që kam qenë tek fusha e burimeve njerëzore, apo ç'është ka qenë ajo rruga jote edhe vendosmëria për këtë drejtim? Jo, realisht në kohën kur unë kam studiu, ideja ka qenë më bërë ekonomist. Edhe aq ka përfundu. Si ekonomist, pastaj me gjetë një vend punës ku më krijon të ardhuna edhe krijimin e familjes edhe jetesës pastaj me vazhdu. Po, gjatë rrugës, kam vrejt që puna me njerëz është ajo që më pëlqen shumë. Në fakt, kom pas fatin edhe jam punësuar në një kompani shumë të madhe në atë kohë, që ka qenë kompania e parë profesionale që unë kam marrë dhe kam fillu profesionin, jo fillimisht si HR, po kisha të bëj me. Unë menaxhoisha një njësi të vogël në atë kompani, ku aty ishin diku 10 deri në 12 punonjës, edhe zhvillimi i tyre, që ndoshta në atë kohë unë e kam bërë pa vedije, po hapësira, duke u dhënë hapësinë me punu, me mu zhvillu, krijoj atë zhvilloj atë kënaqësinë time që puna me njerëz që nga ajo që unë duhet ta vazhdoj, edhe mendoj që kjo ka ardhur deri te sot ku jam. Megjithatë në ngjarje rezultatet nuk ishe brenda ditës, brenda javës, po ishe me kalimin e mujve, me kalimin e viteve kur ishe edhe zhvillimin edhe çka mundën me sjell ata punonjës që zhvillohen aty. Është shumë interesant se njerëzit krijojnë vlera, pavarësisht ato vlera nuk shihen si vlerat monetare si janë, ose bizneset ku zhvillohen, fokusi i bizneseve është zakonisht te pjesa monetare. Te njerëzit është diçka ndryshe se ti krijon gjenerata të reja, të cilat pastaj ato pasojnë edhe punën edhe zhvillimin edhe unë sot ndjehem shumë i lumtur kur shoh ish kolegë të mi, se unë kam qef mi quajt koleg, pavarësisht që kanë qenë varës të mi apo kanë qenë në departament me mu ose në strukturë me mu, i quaj koleg, kështu që kur ti sheh ata që kanë arrit edhe kanë suksese sot në tregun e punës në Kosovë, me të vërtetë është një kënaqësi e madhe. Cila ka qenë ajo sfida e parë ku e pave që HR-i nuk është edhe bashkë i lehtë. Ndoshta tash duket shumë e thjeshtë, por në atë kohë ka qenë një sfidë shumë e madhe për juve. Po normalisht kur ka kënaqësi me punu me njerëz, ka edhe sfida pastaj se ne jemi të krijuar karaktere të ndryshme, asnjë njeri nuk është i njëjtë me tjetrin. Do të thonë ka specifika të ndryshme, ka veti të ndryshme të njerëzve, të cilat pastaj edhe disa prej tyre kalojnë në pjesën e sfiduese, po kur të ballafaqohesh me njerëz, tamam një shembull kur kemi pas një moment vështirë në një kompani të madhe që kam punuar më herët, u vendos nga kompania që të ndryshojmë komplet
organizimin edhe ristrukturimin e njerëzve, po edhe të biznesit. Të kalojmë nga një biznes që ishte tradicional në një biznes ma profesional, ose në atë kohë mu përshtat me kohën që vike. Po problemi kryesor ishte se në strukturim kishim edhe largimet njerëzve, për ata që nuk përshtatën me strukturën e re të punës. Kështu që ka qenë një moment shumë i vështirë, për shkak se ballafaqimi i parë me një largim të njerëzve nga puna ishte pak a shumë imponuar për neve si HR në atë kohë, po ishte i domosdoshëm për shkak se biznesi nuk mund të funksiononte me pjesën tradicionale, nëse mund me quaj kështu. Kështu që ai ka qenë një moment pak më i vështirë dhe i sikletshëm, se kur ballafaqohesh me dikon që ti e ke zhvilluar, ke punuar me to një kohë gjatë dhe i thu që me strukturën e re nuk mund të jesh, kështu që është pak e vështirë ajo pjesë. Në cilat pika mendon që duhet kemi më shumë të kujdes kur e largojmë një punonjës? Po, pikat kryesore janë ato që i mundson ligji i punës. Kështu që pika e parë është ajo që HR-i ose pjesa administrative e HR-it e bën, për shkak se nuk duhet shkelën drejtat e punonjësve, pavarësisht që kemi kompani që praktikojnë fatkeqësisht këtë pjesën që largimi është që nuk i pëlqen dikuj, ose nuk i pëlqen pronarit, ose bën, po nëse respektohet ligji, rregullat e largimit, njoftimet me kohë, krijon edhe një siguri për punonjësin, se normalisht i dush mi kriju një hapësinë punonjësit në aspektin e gjetjes një punës tjetër, se nuk përfundon jeta me një punë. Me një punë. Kështu që kjo është ajo primarja, dhe na që respektojmë shumë, domethënë unë jam i parimit që pjesa e ligjit punës duhet respektohet patjetër te pjesa e largimeve. Po ka dhe forma tjera të largimit, është pjesa e matjes performancës, që ne e praktikojmë. Nëse performanca e tij është e dopt, ose nuk është e kënaqshme sa duhet, punonjësi ballafaqohet gjatë gjithë vitit me një vlerësim, edhe është, nëse më thonë in charge, ose është në vimësi duke e parë se çka është duke ndodhur me progresin e tina, në fund ka një pajtueshmëri dy palëve, për shkak se performanca është ajo që definon vazhdimin ose mos vazhdimin. Me çfarë metodave bëni matjen e performancës? Sa mund të dikush me na dëgjua dhe më mësu nëse është fushën e HR-it? Që me qenë sa ma korrekt kur vim qoftë te vendimi i ngritjes, qoftë te vendimi i largimit. Na praktikojmë një vlerësim performancës ose një matje të performancës. Na e quajmë shumë profesional, po nuk e di sa është profesional, po ka aty disa elemente që janë shumë të mira, po qëllimi kryesor është objektivi. Objektivi që përcakton kompania, pastaj nivelet që përbëjnë kompaninë. Objektivi nëse është i sakt, i duhur, i matshëm, atëherë ajo është çelësi i suksesit. Pastaj përfshihet edhe pjesa e zhvillimit, se duhet patjetër një objektiv nëse caktohet, duhet edhe rruga, pjesa e zhvillimit se si me shku deri te objektiva. Kjo është një ndër çështjet kryesore. Pastaj nuk duhet kemi vlerësime klasike një vjeçare që ti ke një periudhë 12 mujore që punonjësi duhet të arrijë objektivin. Kjo është mirë që të bëhet vlerësim të paktën në janë 3 muaj për progresin sa ka arrit. Pastaj në fund vitit bëhet përmbyllja e 3 kvartaleve që na e quajmë, ose 4 mujorëve. Kështu që kjo është pak a shumë ajo që duhet gjitha kompanitë ta përfshin. Pa vlerësim performancë nuk ka sukses. Nuk arrihen objektivat dhe qëllimet që kemi. Edhe nuk ka motiv, mandej. Pastaj bjen motivi se nëse nuk ka një qëllim caktuar, krijohet vendi i punës si një rutinë që duhet me shku, me krye një punë caktuar dhe më kthyn shpejt. Kjo është. Dhe shpesh kom pa edhe kur bëjmë vlerësime një vjeçare 12 muaj, kom pa punonjës të cilët kur afrohet skadimi i kontratës muajin e fundit ose 2 muajt e fundit janë shumë aktiv, po pjesën tjetër jo. Është ky vlerësimi një vjeçar mendoj që ja shesherrin pak edhe kompania, se mundesh me qenë subjektiv, 2 muajt e fundit është gjithçka në rregull. Kjo është një formë se kisha mujt me marrë si shembull, ndoshta është pak banal, po është puna si zgjedhjet kur i kemi. Masi jemi fshatës da shpeshfrytëzoj këtë pjesën që zakonisht administratorët e komunave ose qeveritë e ndryshme punojnë në 3-4 mujorin e fundit para përfundimit të mandatit. Kjo është e njëjta edhe me njerëzit. Ndoshta që s'kan bërë për 4 vjet. Ata e fillojnë vitin, po për këtë arsye dhe bëhet çdo 3 muaj pastaj një vlerësim se duhet të rizgjohet punojnësi në drejtim. Kështu që ky është shembulli adekuat që fundi vitit gjithmonë është ai që njerëzit, nëse mujna me thoni, dhezin motorat për punë.
Më plotësu gepat. Dashta me të bëj Valjan me që keni një përvojë shumë gjatë edhe për punonjësit cilët janë më të përshtatshmit, më të preferumit në kompani. Nështë cilat janë ato aftësi që duhet mi zhvillu një punonjës që me qenë i preferuar dhe me qenë konkurrues për secilën kompani. E para që duhet me caktuar, nëse proceset edhe objektivat janë përbashkëta, duhet caktohet një konkurrueshmëri mbrana kompanisë ose mbrana departamentit, e shëndetshme, normalisht gjithmonë pozitive, jo negative, për shkak se pastaj kalojmë në atë pjesën që do të kemi konflikte, kështu që konfliktet duhet largohen këtë pjesë. Ideja është që të krijosh objektiv të qartë për ata njerëz që punojnë së bashku. Brenda departamentit duhet kemi konkurrueshmëri, cilën ata pastaj vete e zgjedhin edhe menaxhojnë edhe pastaj aty shihen ata talentat nëse mund me thujt. Kështu që kjo është pak a shumë baza kryesore ku duhet njerëzit mu fokusu. Normalisht secila kompani në Kosovë, edhe kompania jon, kemi dëshirë që të kemi talentat më të mirë të tregut. Po normalisht krahas kësaj nuk mundesh vetëm me kërku talentat më të mirë të tregut, po duhesh me pas edhe një zhvillim brenda kompanisë ose një kulturë frym pune në kompani që më u kriju kushtet edhe talentave që nesër mas nesër më ardh dhe me zhvillu edhe kompaninë. Se normalisht kompania zhvillohet me njerëz. Jo me asete, jo me motorik, jo me kështu që talentat janë ata që e bojnë kompaninë e suksesshme. Shpesh dëgjoj edhe punonjës cilët janë shumë talentum, kanë shumë kapacitet, por ndonjëherë kompania bëhet e vogël kur ata rritën shumë. Që mundoheni me menaxhu këto aspekte? Nuk ka lidhje, se nëse kemi njerëz që dalin mbi kompaninë, atëherë kemi kriju rezultate mirë. Duhet, është një rezultat pavarësisht që është një rezultat i mirë, është edhe pjesa tjetër që atëherë duhet të fokusohemi dikun tjetër të shohim kompania se nuk ka evolu ose nuk ka hec deri me njerëzit që kanë dalë mbi kompaninë. Po kjo është e shëndetshme, nuk është e keqe diçka, unë mendoj që është e mirë me pas njerëz efikas, me pas njerëz talentum, mendoj që është privilegj për secilën kompani. E nisëm kështu pak me temat e HR-it, me aspektet e menaxhimit njerëzve, po kisha dashur më të pyet pak te Neptuni, kur vendosëm ju bashku Neptunit, çka të rroqit te kompania dhe që kishte vlerësuar këtë rrugtim 8 vjeçar. Kompania Neptun, përveç që ka një imazh të mirë, është një lider në treg për industrinë cilën punojmë, punohet brenda shumë edhe për ta mbajtur këtë frym. Se është ajo kultura e zhvillume, se na jemi pjesë e një grupit madh të kompanive, ku edhe në nivel grupi jemi të strukturuar, kështu që është një arritja e suksesit të kompanisë është fal punës edhe angazhimit edhe asaj kulturës brendshme që kemi zhvilluar. Kështu që kjo është ajo çelësi që më ka bind për me kalu. Edhe këtu një detaj të vogël, se unë nuk kam qenë HR prej fillimit në kompaninë Neptun, kam pas një pozicion tjetër, që ka pas të bëj me shitjen, kam përfaqësuar një kategori të produkteve, po për 1 vjet ose 2 vjet sa kam qenë në menaxhim të produkteve, aty e kam kuptuar që kompania është drejt sukseseve, drejt punës të mirë, kulturës të mirë. Pastaj kur kam dalë në HR, vetëm e kam zhvilluar këtë pjesën e kulturës. Ku jeni fokusuar më shumë në zhvillimin e pjesës kulturës kompanisë, më tregu që tash e keni 7 kolegë me cilët e qani HR-in përpara në Neptun. Normalisht, secili departament ose secila kompani me zhvillimin e kompanisë ose rritjes tregut, krijohet nevoja dhe rritjes së njerëzve. Pastaj ne kemi një praktikë që e përdorim shumë, që është praktika promovimeve që quajmë. Praktikojmë që mi promovu njerëzit që i kemi brenda. Ose kur shohim ose analizojmë që kemi talent brenda, përparësi u japim njerëzve brenda që janë. Ekipi prej 7 kolegëve që është bo, një pjesë e madhe prej tyne, ose më thonë dikun 30 ose 40% janë punojnë si kanë punu në një sektor tjetër, pastaj janë zhvillu dhe janë promovu, po pa njerëz nuk ka sukses. Kështu që suksesi kryesor është ajo që është me njerëzit. Shto këtu që pastaj ata njerëz duhet mi zhvillu, duhet mi inkuadru në kulturën e punës që punojmë ne, edhe kështu që kjo është. Që shpoj menaxhoni ju këtë pjesën e gjeneratës re, gjeneratës Z që po hinë tregun e punës, që do të edhe i gjarim ju përshtat ndërsa gjeneratave ndryshme? Nuk ka nevojë mi u përshtat. Edhe na kemi qenë gjeneratë re dhe kemi bërë disa ndryshime kur kemi arë në treg.
Kështu që edhe këta që vinë, edhe këta janë njëjtë si na. Do me thonë, po është koha ndryshe. Koha ndryshe është që kërkojnë gjenerata e re është që e dëshirojnë informacionin e gatshëm. Na për shembull jemi lodhë për me marrë një informacion, po gjenerata e re do të gatshëm. Na kemi lexuar një libër për me mësu një informacion. Po, do të me lexu shumë tash për me mu adaptu me trit. Unë e kam një shprehje që përdori edhe me kolegë që zakonisht nuk pajtohemi në këtë drejtim. Unë them që na duhet më përshtat gjeneratës re dhe jo gjenerata re neve. Se na po transformohemi, na po automatizohemi disa procese, pi automatizojmë, po gjenerata re është ajo që i ka përpozu. Kështu që ata janë në këtë rrugë. Po që duhet me punu shumë me ta, komunikimin duhet me zhvillu me ta, se mungon pa komunikimet e generatat e reja, për shkak se janë mësu me një botë tjetër, gjithçka është online për ta, gjithçka është vizuale, nuk është me lexu diçka të një teori ose diçka, kështu që kjo është me generatat e reja që duhet me bo. Duhet na mi u përshtat atyne, na duhet mi përshtat funksionet që ata me pas me atletin kuadrimin. Edhe nuk jemi ku me shku se gjenerata e reja janë tuar pas neve, kështu që... Kështu që ndoshta zgjidhja më e mirë është me mësu për njëra tjetër, kombinimin me bo, po. Keni një eksperiencë gjatë në trajnime, sa mendon që ndikojnë trajnimet në zhvillimin e stafit edhe qysh ju e praktikoni këtë pjesë? Unë fakt kohën e fundit nuk kam kohë me bo trajnime klasike ose teorike, si kam bo një kohë, karriera jam ka fillu me pjesën e trajnimeve, edhe me zhvillimin e gjeneratave të reja. Tash ma shumë bëj, nëse me thonë, që ka bëj është mentorimi i gjeneratave të reja. Mentoroj gjeneratave të reja, munohemi inkuadru në proceset punës, munohemi inkuadru në kulturën e punës. Kështu që kjo është paka shumë që jem të e bo tash, nuk jam këshilltar i HR-it, po unë udhëheq në departament, kështu që nuk e bëj pjesën e këshillave, po e bëj pjesën e integrimit edhe zhvillimit njerëzve të ri. Aty ku m'japet mundësia, do me thonë normal në nivelin e kompanisë, koha nuk m'jafton për me pasë dhe jashtë kompanisë diçka, kështu që kjo është. Po, me sa po e shoj një anan ka lideret modern, që ka na duan shumë sot në botën e HR, në botën e biznisit, po sa është e vështirë ndonjëherë edhe mi përmbush objektivat e kompanisë në anën tjetër, me marrë edhe me aspektin njerëzor, me aspektin human të njerëzve që i keni në kompani. Unë e thëmë, njerëzit që punojnë me burimet njerëzore ose në HR, janë në teon e thikës. Do të duhet me pas mirë edhe me anën e ekzekutivit, po edhe me anën e njerëzve. Normalisht balansin duhesh me gjetë te pjesa e sigurisë në punë që duhesh me au kriju njerëzve, që është pika e parë, duhesh me pas empati për njerëzit, që është kryesorja për siç po quhet tash lider modern, se unë menoj që lideri nuk është ai që krijohet, po është një lider që e ka dhe si të lindun këtë pjesën e udhëheqjes, se empatia i bën njerëzit aty ku kanë qasje me njerëzit, i trajtoj njerëzit mirë, kështu që kjo është paka shumë aja pjesa e balansimit që duhet me bo. Po gjithsesi, kompania normalisht e ka dhe anën tjetër të medaljes, që është pjesa e zhvillimit tregut, rritjes shitjeve, etj. Kështu që duhet me majt një balans, pa tjetër që duhet me majt. Po një HR i mirë bisedum paraprakisht është edhe ai që i parandalon problemet, i parandalon edhe rreziqet në kompani. Ç'është mundoni ju mi menaxhu këto probleme ose sa mundoni mi parandalu edhe me qenë vigjilant në gjitha pikat? Kjo vjen pak edhe me eksperiencë, me dhonë gjatë kohës, mëson gjatë rrugës, se na gjithmonë mësojmë. Si njerëz që jemi të prirur prej momentit që lindim deri në momentin që vdesim, duhet non stop me mësu. E kjo është eksperienca që e merr gjatë rrugës. Problematikat duhet evidentohen. Këtu unë e kam një strategji që përdori, ose e kam si cilësi që e përdori. Unë them që me problemin duhet të merremi, po ta zgjidhim, jo ta prolongojmë, se kemi njerëz sot, fatkeqësisht kemi që ma shumë mirën me problemin që ka ndodhur se sa që gjejnë zgjidhje për atë problem. Kështu që zgjidhja është e problemit. Edhe parandalon pastaj edhe problemet e tjera që vinë. Folim pak edhe për zhvillimin e fushës së HR-it në Kosovë, ku ky rol ka ndryshuar shumë për gjatë gjithë këtyre viteve, dhe ndoshta për herës parë ku ju keni hinë këtë fushë. Që sheh zhvillimin edhe cilat hapa mendon që do mi marr, ose në çështjet e edukimit, zhvillimit, ose në çështjen e universiteteve, a mendon që është koha me integru ndoshta edhe si drejtim të veçantë? Patjetër. Sot, me sa kam informata unë,
ndoshta edhe më pas pasakta, unë e di që është një deg në fushën e masterit që mirët ekskluzivisht me burimet njerëzore. Normalisht në Austri dhe në Amerikë ka degë të veçanta për burimet njerëzore. Ne pse mesim gjithmonë i hap mrapa është kjo pjesa e transformimit që s'bëhet, për shkak se ne edhe pjesën e edukimit e kemi të mangët sa i përket kësaj. Unë për shembull kur kom kalu në këtë fushë, më ka dashur me lexu libra të ndryshëm, të autorëve të ndryshëm, pastaj me bë krahasimin se cila është e drejtë dhe cila është e padrejtë, sepse na nuk kemi pas në fakultet një edukim të mirëfillt për lëndën e burimeve njerëzore, nëse më thonë. Përndryshe si fushë është kogja e gjanë, edhe është kogja e hapur, kohën e fundit ka pas transformime të jashtëzakonshme. Normalisht cikli i ndryshimeve ka pas periudha të ndryshme ku ka ndryshuar burimet njerëzore. Një ndër to për shembull ka qenë edhe i obligueshëm për me ndryshu pjesën e udhëheqjes ose dinamikën e burimeve njerëzore, ka qenë pandemia. Dhe ka ndryshu. Me thonë, në pandemi kemi kuptu që duhet jemi edhe mjek, edhe laborant, po edhe ta organizojmë pjesën e kësaj fushë, kështu që pandemia ka qenë një kapërcim shumë i madh në aspektin e burimit njerëzore. Sugjeroj, nëse nuk krijohet një degë e veçantë në fakultet për burimet njerëzore, sugjerimi është të kemi bashkëpunim me universitetet, që fatkeqësisht në shumicën e rasteve mungon. A mendon që iniciativa do të vinë nga burimet njerëzore apo nga vetë institucionet arsimore? Të dy palët. Të dy palët është interes, nëse më me qovit, interes publik është. Unë sot është një fakt shumë interesant që njerëzit atë rastin që përmendat të pjesa promovimeve, kur ti takon mas pari, dëshira atyre parë është me kalu burime njerëzore. Pse? Se burimet njerëzore konsiderohen, ata që nuk janë të fushës, konsiderohet që është një ndër departamentet më të lehta të udhëheqjes. Edhe shumë konsiderohet që është administrativ. Puna administrative na e dim që njerëzit ju pëlqen shumë për shkak se kanë punë me letra, kanë punë me dokumenta, dhe kështu që nuk kanë përgjegjësi shumë të mëdha, mendojnë ashtu. Po është këtë e kundërta. Burimet njerëzore janë një ndër departamentet më të vështira për mu menaxhu, për shkak se ki të bëjë me njerëz jo me sende, kështu që është njeri është emocion, është zhvillim, është rritje e tjera e tjera. Kështu që kjo është pak a shumë ajo gepi ku e kemi, po gjithsesi kjo duhet më ardhë prej dy anëve dhe duhet më zhvillu. Kështu që rahatia profesionale pa përgjegjësi nuk gjendet në fushën e burimit njerëzore. Nuk ekziston, nuk e di që ekziston. Kurdo që ja mësojmë fushës burimet njerëzore për më pas ma lehtë, e kemi përgjigjen prej valionit. Cila është porosia për gjithë ata që aspirojnë këtë fushë e që nuk është keq edhe së fundmi? Zhvillohet komunikimi. Kjo është ajo çelësi kryesor. Unë mendoj që komunikimi arrini sukses të pjesa e burimeve njerëzore. Kështu që nuk kam diçka tjetër, është vetëm të zhvillohet pjesa e komunikimit. Si mendon që mund të më zhvillo pjesën e komunikimit, se pjesa e komunikimit mendoj që është e rëndësishme për secilën fushë? Normalisht, po te pjesa e komunikimit është komunikimi me njerëz. Jo komunikimi me botën, po komunikimi me njerëz, me fushat dhe me profesionistë të ndryshëm që e kanë zhvilluar këtë pjesë. Nuk jemi sot part na që e kemi ndërtuar ose kemi zhvilluar. Na kemi punuar, kemi qenë pjesë e procesit, kështu që komunikimi me njerëz është ai çelësi i suksesit. Që komunikimi jo të jetë vetëm bashkëbisedim, po të jetë komunikim që të merr informacione dhe të zhvillohet vetë si personalitet. Kështu që kjo është. Valen, çfarë është edhe po shkojmë deri të fundit të këtij bashkëbisedimi, edhe cilat janë planet e Neptunit, edhe çka mund të prit të ardhmen? Na jemi në një cikël zhvillimi, nuk e kemi mri akoma atë ekspansionin maksimal. Vlerat tona që na cilësojnë janë pjesa e ofrimit të produkteve më cilësore të njerëzit, jashtë burimeve njerëzore. Te pjesa burimeve njerëzore kemi për qëllim që të zhvillojmë sa më shumë njerëz, edhe të kemi talent më të mirë në treg që na bashkohen dhe punojmë bashkë. Kështu që kjo është pak a shumë fusha ku na po synojmë. Qysh e sheh edhe rolin e teknologjisë, rolin e AI-it tash, është shumë prezent në tema që flitet rreth rekrutimit, rreth HR-it. Unë mendoj që kjo pjesë duhet më zhvillu edhe me pjesën e trajnimeve dhe njohurive që duhet më ofru njerëzve. Nuk është e keq, është shumë e mirë, është mirë se ardhur. Unë mendoj që sidomos për departamentin e burimeve njerëzore, AI është një diçka që funksionon edhe po gjen mbështetje kogja të mirë, po duhet dihet edhe si përdoret ajo. Si përdoret duhet që
t'i drejtohen me ekspertëve dhe t'na marrin trajnime dhe zhvillime. Normalisht çdo ndryshim që ndodh e ka dhe ciklin e vet të marrjes të informatave dhe njohurive që duhet për gjithçka. Kështu që është shumë e mirëseardhur, i ndihmon shumë proceset, sidomos proceset administrative i ndihmon shumë, kështu që kjo është. Faleminderit shumë që erdhe sot dhe faleminderit për gjitha këto perspektiva që i ndave me gjitha ata që na shikojnë edhe mundën me mësuar për eksperiencës edhe punës tonë të përditshme. Faleminderit ty, edhe jetu bëni punë shumë të mirë, kështu që faleminderit jemi të bë bashkë me gjithë pa e gjarin ky podcast nuk ishte ekzistuar, kështu që faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi.